Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun Jalla wala falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elosim Allahun që t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme për neve në dunja dhe në ahiret. Të nderuar vëllezër, jemi sonte në takimin e radhës me komentin e surës që sonte besoj që tashmë po e dim cila është surja e radhës, edhe alhamdulillah dal nga dalve që kemi ardhur në fundin e gjuzit amme. Allahu i pranoft atë që ka kaluar, në mënsof që ajo që kemi dëgjuar tjetë dëshmi për neve në favorin tonë ditë në gjykimit dhe ndriqim në rrugtimin tonë dhe të Allahu te bareku te dhe në takimin me te. Son temi surën El-Mesed, një surë që dallon nga surja e kaluar, ka qenë surja El-Nasr, surja e ndihmës edhe përkrahjes edhe e çlirimit të Mekës. Surja El-Mesed të nderuar vëllezër është sura e Mekës, pa dyshim për shkak se bëhet fjalë për një nga arrogantët më të mëdhaj, kundërshtarët më të papërshtatshëm dhe më ndoshta të ulët që e ka kundërshtuar dhe e ka luftuar me keq ka pas Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sura El-Mesed është sura interesante të ndërlozër për faktin se flet për një njeri. Dhe kjo nuk është e zakonshme në surët e Kuranit. Allahu Jalla wala kur flet në Kuran, flet për popull, flet për shoqëri. Edhe kur flet për njeri, flet nga një pozicion i udhëheqësit, i se e ka keqpërdor pushtetin e tij sikurse faraoni dhe e ka dëmtu popullin e vet. Mirë po, në surën El-Mesed kemi, domethënë, një trajtim më të kufizuar. Ebu Lehebi nuk ka qenë udhëheqës. Ka qenë nga elitarët e Mekës, por nuk ka qenë udhëheqës. Në anën tjetër, përmendet edhe gruaja e Ebu Lehebit në surën El-Mesed. Dhe kjo është prapë e pazakonshme. Domthonë që një grua të përmendet me disa detaje në këtë sure nuk është e zakonshme, nuk është përmendur në surët e tjera. Po është përmend gruaja e Nuhit dhe e Lutit, sikur s'kemi mësuar, mirë po është përmendur në kuadër të mos bashkëpunimit me burrin e saj ose burrat e tyre dhe nuk ju ka kryer punë fakti se janë gratë pejgamberëve nga ky aspekt. Mirë po një grua që ka aktivitet të zellshëm dhe një aktivitet të organizuar në bashkëpunim me burrin e saj për luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është e veçantë në surën El-Mesed. Në surën El-Mesed ndërkohë nga një aspekt flet për një familje të organizuar në shërbim të agjendave djallëzore, në shërbim të mosbesimit dhe idhujtarisë, të organizuar me luftu dhe me pengu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, për faktin se flet për një familje, një grua dhe një burr, nuk përfundon këtu mesazhi i surës El-Mesed. Mirë po, këta janë shembuj të një mendësie, të një organizimi të caktuar që mund ta gjejmë shpesh në jetën e përditshme. Andaj mësimet janë për te i familjes së Ebu Lehebit. Të fillojmë dal nga dal me këtë sure. Fillimisht e përmena se surja El-Mesed është sura e Mekës. Normal se bëhet fjalë për Ebu Lehebin, Ebu Lehebi është i Mekës nga Kurejshet dhe është respektivisht agja i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Lehebi e ka pas emrin Abdul Uzza. Uzza ka qenë idhull që është adhuru në Mekë dhe me që i kanë adhuru këta idhuj edhe janë emërtu si rab të këtyre idhujve. Ka pas Abdullat, Abdul Uzza e kështu me radhë, sikur se ka sot Abdullah, Abdurrahman. Edhe në atë kohë kam pas Abdul Uzza, rab i Uzzës. Uzza ka qenë idhuj nga idhujt e njohur të Kurejshve. Kjo sura të nderuar vëllezër, sikur që e keni të njohur, vije pas surës El-Nasr. Çfarë lidhje ka surja El-Mesed me surën El-Nasr? Në aspekt e zbritjes ka ndallim madh. Nga surja El-Mesed është sura e Mekës dhe është sura e hershme. Ka zbrit në vitet e para të shpalljes. Ndërsa surja El-Nasr është surja e vëndshme,
Madje kemi thënë surja e fundit që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si sura e tërësishme. Ajetet kanë filluar, disa kanë zbrit pas surës An-Nasr. Mirë po si sura e kompletuar është surja e An-Nasr. Mirë po në radhitjen kuranore, Allahu te baraka ve taala ka urdhëruar që kështu të radhiten surat. Dhe ardhja e surës Mesed pas surës An-Nasr nuk është e rastësishme. I ka kuptimet e veta që prej këtu po fillojmë komentin e kësaj sure. Surja An-Nasr ishte plot për gëzim. Surja An-Nasr do të shënonte finalen e një varg betejësh që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka udhëhequr në përhapje të misionit të tij. Dhe Allahu te baraka ve taala përmend se ka ardhur ndihmë e Allahut, ka ardhur çlirimi i Allahu xhalla wala me çlirimin e Mekës. Ti je fitimtar. Dhe tash si duhet me reagu karshi kësaj fitoreje dhe karshi kësaj përkrahje që Allahu xhalla wala ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në surja flet për fitore, flet për ngadhnim të pejgamberit alaihi salatu wasalam. Kjo është surja An-Nasr. Ndërsa surja Al-Masad flet për gjithashtu fitore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po në vitet e hershme. Lajmi se është i shkatruar Ebu Lehebi, lajmi se ka dështuar Ebu Lehebi, është lajm përgëzues për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se nëse një njeri si Ebu Lehebi, do me thonë, është organizuar familjarisht dhe e ka përdor këtë potencialin që ka pas me autoritet dhe pasuri, me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu xhallahu ala e shpall të dështuar për pjekën e tij, kjo është fitore për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këto janë dy anë e fitores. E para është hapja rrugës që njerëzit me njohë fenë Allahu xhallahu xhelaluhu, largimi i dilemave dhe çdo rezerve për ta pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga njëra anë, dhe në anë tjetër shkatrimi i njerëzve të dëmshëm që kanë penguar në vazhdimsi procesin e përhapjes së fesë Allahu te barekuhu teala. Andaj fitoria është e dy anëve. Fitoria është në dy binar, në binart e çlirimit dhe në binart e shkatrimit. Nuk mundet që çlirimi të ndërvozër të jetë, të jetë i shijuar ç'është duhet, nuk mund të përjetohet ç'është duhet nëse po them kushtimisht ranuesit kryesor apo që kanë lutur tankun janë ende të fuqishëm dhe janë gjallë. Prandaj Allahu xhallahu ala përmend se fillimisht këta do të përfundojnë dhe me përfundimin e tyre do të hapet rruga për hapjen e fesë Allahu te barekuhu teala. Dhe kjo ka ndodhur edhe me Mekën, kjo ka ndodhur edhe me Medinën. Në Medinë pejgamberi para se me shku të ndodhur ka ndodhur disa ndryshime, nga se nuk ka shku tek ashtu pejgamberi në Medinë. Ka ndodhur disa ndryshime në shoqërinë e Medinës që e kanë përgatit Medinën që të shkon atje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga ato përgatit kryesore dhe lehtësimet që pejgamberi tashmë lirshëm të shkon në Medinë, nga këto lehtësime ka qenë kush? Vdekja e disa elitarëve të fisëve të Medinës që kishte me qenë me të vërtet pengesë e madhe problem për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në atë luftën famkeqe, afatgjate, ku kanë luftu fisi Aus edhe Khazraj, për vitet të gjata kanë luftu, do më thonë, janë shkatërru shumica elitare të këtyre dy fiseve. Kanë bet gati shumë pak, shumica dhe që kanë bet kanë qenë djemtri, të lodhur nga këto betja të pa kuptimta, të lodhur nga këto lufta komplet të pa logjikshme. Dhe pa dyshim, ata që tashmo nuk shojnë kuptim mo në luft, e shojnë kuptimin ku? Në bashkim dhe unitet. Prandaj krijimi një fryme të përshtatshme për unitet ka përgatit ardhmën e pejgamberit që lehtë dhe lirshëm vjen me dije të bashkon dy fise. Allah është i gjithfuqishëm me ndru situatën, po flasim në kuptimin e sebepeve. Allahu kur do me ndru një gjendje, e ndron me sebepe dhe e ndron pa sebepe. Na këtë e dim. Mirë po Allahu te barta e ndron me sebepe për të na edukuar neve në marrjen e sebepeve. Andaj Medinja nuk ka ndryshuar tek ashtu për inat. Ka ndryshuar gradualisht
derisa ka ardhur që lërshëm shku pejgamberi në Medinë. Një nga arsyet ka qenë thash edhe vdekja apo vrasja dhe largimi nga skena e Medinës të njerëzve që nuk kanë ditë me jetu pa luftë. Kanë luftu për gjëra banale, për me rujt kinse nderin, autoritetin, famën e kështë më radhë. Dhe pa dushim, e këni pa, mbetja e disave veç, sa i ka po për e me këmërësën. Ka mbet Abdullah ibn Seluli, kë ka mbet, i cili ka prit që kur vdesin këta elitarët, këtë tash kurorizohet si udhëheci Medinës. Mirë po, kur ka prit të kurorizohet, që ka ndodhë? Ka arë pejgamberi s.a.s. Dhe ka dështu përpjekja ati për të bë mbreti fiseve arabe në Medinë. Dhe ky një kamet, sa i ka po për të pejgamberi të samja? Sa i ka po? Kajt lëviz në munafikeve në Medinë, aje ka udhëheq. Pastaj ka bo përqare, ka bo ndare, ka bo probleme, aje ka bo. Linjeri, para të këshime konë 10 si ajë. Këshime qenë problema pëtë. Prandaj, shkatrimi e bulebet është paradimrim se kundërshtarët një nga një veç shkujnë duke u largu. Çështja tjetër të ndërvëllezër që ka të bëj me surën e Nasr dhe surën e El Mesed është se në surën El Mesed ka Allahu xhallahu përmend shpenzimin e autoritetit dhe pasurisë. Dhe gjithashtu pejgamberi e ka shpenzuar mundin dhe jetën për një kauzë, sikurse kanë shpenzuar edhe ata në Mekë pasurinë, famën, autoritetin, ndikimin për një kauzë, apo. Dhe kauza atyne realisht është afat shkurt. I ka këmbë të shkurta, nuk shkon larg. Ndërsa surja Nasr tregon se në fund kauza e kujt fiton, nga sa është reale, është natyrshme dhe është e dobishme. Kauza e Kurejshve ka qenë e ndërtuar mbi gënjeshtra, mbi mashtrime, nuk mund të jetë afatgjate. Ka qenë e ndërtuar mbi bindje që janë në shpërputhje me natyrën njerëzore. Ka qenë e ndërtuar mbi bazën e bestytnive, domërisive që logjika e njeriut nuk i kap, zemra nuk i pranon. Prandaj edhe herët ka levru Allahu xhallahu se kauza të tilla përfundojnë. Për shembull, nuk ka lajmi për shkatrimin e Bulebit, për shembull, para hijretit, mas 10 viteve. Ka ardhur në vitin e 3-4, dikun aty parafërsisht, sipas transmetimeve, nga ardha e pejgamberit. Në fillim, Allahu ka thënë se këto kauza nuk janë afatgjata. Këto përpjekje janë sprovë për ty, por do të përfundojnë. Dhe dëshmia e kësaj është surja Mesed, ndërsa praktike e saj është surja e Nasr. Prandaj disa lidhje shkurta mes surës e Nasr dhe surës El Mesed. Dhe padyshim se pas saj vije surja El Ikhlas dhe surja Falak edhe Nas që janë përmbyllje e mesazhit kuranor. Prandaj vendosja e surës El Mesed në fund të Kuranit, ku pas saj surja El Ikhlas ka kuptim të madh për besimtarët. Do të thonë pengesat e fundit para surës El Ikhlas, Allah thot i kemi largu. Ata janë të dështuar. Do të mbetet emri i Allahut, do të mbetet Allahu xhallahu ala dhe do të mbetet besimi në Allahun te bareke ve taala. Në zemrat e njerëzve së pari, pastaj edhe në tokën e Zotit xhallahu xhelaluhu. Surja El Mesed thashë surë e Mekës, dhe fillon një fillim interesant. Fillon me tabat yada Abi Lahabin wa tab. Fjala tabat në gjuhën arabe është me kuptim të shkatrimit, është me kuptim të dështimit dhe humbjes. Dhe Allah përmend këtë shpreje edhe në ajete tjera, kur përmend se për në çështje e kundërshtarit fi tabab, do në shkatrim dhe në humbje. Atë Allahu xhallahu thot tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ka dështuar, është shkatruar dhe ka humbur me 2 duart Ebu Lehebi. Këtu kemi fjallën 2 duart. Pse janë përmend 2 duart? Dietarët kanë dhënë disa arsye, po i përmend 2 për tyne. E para se në gjuhën arabe është e njohur përmendja e duarve, apo e për qëllim është tërësia e njeriut. Për shembull, bima kesebet eidikum. E keni këtë për shkak se kështu e keni fitu, keni mirëtu me duart e juaja. Nga njeriu zakonisht
vepran, angazhohet, madje edhe bën sherr me duart e veta, Andaj është marrë dora si sinonim dhe si aludim në qenin e njeriut në tërësia. Prandaj këtë që ke bën me duart e tua është e shkatruar. Këtë që ke bën me duart e tua është e humbur, Dy duart është gjithashtu edhe sinonim i dy forcave të Ebu Lehebit, pasurisë dhe autoritetit. Ka pas pasurit madhe dhe ka pas autoritet madhe. Duke filluar nga fëmijët e tij, ka pas shumë djem dhe ka pas pastaj edhe ndikim madh tek arabët. Ka pas fjalë të pranuara tek arabët Ebu Lehebi. Prandaj dy forcat e tua me të cilat ke tentuar me e shkatru pejgamberin dhe me i pengu, realisht ke dështuar dhe ke humbur. Dhe kjo ka qenë një përgjigje direkte në pretendimin e Ebu Lehebit kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nga se dini se pejgamberi sam kur ka ardhur koha që publikisht me shpall misionin e tij në vitin e 3 vitin e 3 të shpalljes dikun, i ka mbledh fisit e Kurejshve ku në Safa. Ka qenë kjo metodë e njohur për me kumtu diçka. Unë jam mbledh me një vend caktuar dhe ai që ka pas me kumtu me shpall një lajm, prej asaj kodrine e ka shpall lajmin fiseve që janë mbledh. Edhe pejgamberi i ka mbledh fiset arabe të Kurejshve, me degët e fiseve të fisit Kurejsh, edhe ju ka thonë atë fjalë e njohur, nëse ju them se mas kësaj kodre një armik është vërsul dhe është duke u afru kana entum musaddiqi, a keni me mbesu? Ata thojnë po, nga se kur se këna përvu timin a rajt. Kur se këna përvu? Gjithë edhim se ke folë vërtetën. Thot andaj po ju shpalli, po ju them se Allah më ka dërguar që t'ju të rejeki vrejtjen nga dënimi i ti e kësë më radhë, edhe oshu kush këtë kanë heshtur, as kush s'ka reagu, janë habit me këtë lajmë, nuk ka pas reagim, i vetme që ka reagu ka qenë Ebu Lehebi, është ngrinë komë dhe ka thonë, e lihada gjemaatena, a për këtë në kem lidhë, qoftë dite jo të e humbur, qështë në humbe neve këto momente. Në të në humbe dhe momente ma bëngu për fjallë të kota, bosha, po, tebbet leke sa i ruljom. E hopshtit tanë ditën, në loj malkimi kundër pejgamberit a.s. Andaj qyshe ka dëshiru shkatrimin e pejgamberit, me tjetë shpreje i ka ardhë nga Allahu te barekuta. Tebbet shkatrim dhe humbje për Ebu Lehebin. Qoftë tërësia e ti, apo qoftë edhe potenciali i ti që e ka përdor në luftë kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pasuria e ti dhe fama e ti, autoritetet dhe familja e ti në përgjithësi. Këto të ndërruazër, kemi përsërit të fjallë teb. E fjallë e parë, tebbet jeda, edhe në fund, Ebi Lehebin, teb. A është përsëritja, apo dy fjallët kanë kuptime ndryshe? Fillimisht, para se me kalu të kjo më staraj, Ebu Leheb është nofke Ebu Lehebit. Emne ka Abdul Uzza, sikur se thash. Por Allah se ka përmen me emën Abdul Uzza, për shkak se ka të bëj me një emën që lidhet me shirk, me idhutari. Prandaj nuk përmenet emni ti kështu për shkak se mund të jetë një lloj konfirmimi i këtij emni atë. S'është përmend me këtë emën. Kjo është e para. Dhe e dyta është përmend me fjalën me nofkën Ebu Leheb, për shkak se Leheb në gjuhën arabe të ndërvëzër e ka kuptimin e zjarit të ndezur fort, që e ka edhe kuptimin e lavdrimit, e ka edhe kuptimin e qortimit. Ebu Leheb ka marrë emnin nofkën nga arabët për shkak se i ka pas domon faqet e kuqe dhe ka qenë i bukur, nuk ka qenë i pashëm shumë. E ka marrë domon si zjarri që shkëlqen. Ke pa fillimi i zjarrit është tym, pastaj kur ndezet shumë tymi nuk doket, po ndoket shkëlqimi i zjarrit. Edhe aty ka shkëlqy fytyra nga bukuria. E ka marrën Ebu Leheb, baba i shkëlqimit, baba i një bukurie të ndezur fort. E Allahu te barë ka përdorur të njëjtën nofkë për t'ia kthyer në dënim. Apo që ata ka ardhur pastaj se jasla narën dhe te Leheb. Njëjtë zjarri që ka më dënuar është Leheb, sikur se nofka që e ka pas. Prandaj Allahu xhela ka përmend që ato që me të i livdu, që ajo do të jetë pikërisht piknisja e shkatërimit dhe e nënçmimit dhe e përbuzës tënde. Prandaj të ndërvozë para më kur e ka një Ebu Lehebi këtë surë, çu ka mujt mundi jam tën. Çu ka mujt me ka qenë peron, se ata e kanë ditë se ky është pejgamberi i Allahut. E kanë ditë se ky nuk gënjen.
po ka nervozu për shkak të inateve, për shkak të kalkulime personale kështu me radhë. Prandaj ka ardhur me emën që është lavdru. Por këtu se ka lavdru Allahu xhallahu ala. Këtu e ka përmend në kontekst të shëmtimit dhe qortimit. Prandaj bukuria jote, pasuritë janë komplet të papërfillshme. Afërsia jote me pejgamberin janë të papërfillshme për faktin se ti je armik i Allahut te barekutaala. Ti je kundërshtar i besimit. Prandaj të ndërgozër Ebu Lejbi, pse migje e pejgamberit i afër me te, është gëzuar shumë kur ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo megjithatë këto vinë pas besimit në Allahun te barekutaala. Mirë, pa ai nuk ka dashur me marrë nderin e pasimit për inatin e vet. Dhe kjo fe nuk ka të bëjë me familjarizëm, as me afërsi, por ka të bëjë me pasim, me bindje dhe besim. Dhe Allahu tha tebbet yeda, tebbet e para është një lloj lutje, një lloj, domethënë, mallkimi, ndërsa watab e fundit është lajmërim se çashtu ka ndodhur. Çashtu është apo. Domthon, edhe duke qenë gjallë, është mbyll dosja e tij atë. Është mbyll mundësia e tij për të besuar. Andaj dietarët thonë se kjo sure është një lloj mrekullie kuranore që e ka sfiduar Ebu Lejbin e nuk ka pas mundësi Ebu Lejbi asesi, domthon me e rënu këtë sfidim. Për faktin se të ndërru vëllezër, pejgamberi ka thonë besoni dhe shpëtoni. Po, kur është mallkuar Ebu Lejbi dhe mallkimi i tij është vulos me fjalën teb, se të kishme qenë fjalë teb betjeda i mallkuar qoftë, domthon për momentin, po pastaj beson largohet mallkimi. A ka mundësi? Ka mundësi. Po vulosja me fjalën e fundit teb betjeda e bi labin teb, kjo teb është vulosja. I mallkuar që të Ebu Lejbi dhe aja është qashtu. Ka marrë fund kjo punë, ka mujta i me sfidu këtë, me thonë, po du më bu musliman? Qka e kështë mësurë të betja dhe Ebu Lejbi në të? Kështë me qenë, Kurani nga pejgamberi sam, a kështë gudzok shumë më sfidu? Ja s'kështë mujt. Nga si vjetët, po du më musliman? Spaku formalisht. Dhe e qëtë pozit keqe pastaj këtë sfidim të surës. Mirë, po kjo është fjallë Allah xhallahu ala. Allahu e din përfundimin e çdo njeri. Dhe padyshim se përfundimi i tij kaq i mjerueshëm dhe kaq i keq nuk është padrejti i tij. Mbyllja e mundësisë për të besuar nuk është padrejti, por është dëshmi e diturisë së Allahut të pakufishme, i cili e din se si përfundon robi. Ai e din. Ai e din. Dikush për mund të thotë e çysh pe din. Po për shkak se Zoti xhalla xhelalu. E ke pa dhe njerës për shambull, që apo diune, ti shkon për një punë caktume, e edhe ti përën të punët. Thote, ku për din që ka qërët? A i ka senet caktume që në basë e din se s'ki qëre pa pasë këtë problem, s'ki qëre pa pasë këtë problem. Ti duko si një loj zbulimit të msheftës, ama për ta është lidhje me zjerave që në basë aj, e din njeri, e që ka të menë për Allah të bartëra. E din Allah të bartëra. Dija Allah gjellewala nuk e pengan lirin që e ka për Allah njërit. Prandaj e ka pas mundësi me besu. Mi për kur Allah ka gjyku se nuk beson, të regon se veprimtaria e ti, fam keqe, kundër pejgamberit do të vazhdon deri në vdekjen e tij. Dhe kështu ka qenë. Ai kjo është sure që tregon edhe mrekullinë e Kuranit, se është nga Allahu te bareke ve taala, nga se nuk mush me dhon kurti, për shembull, për sa njerëz në dunjë kanë thonë që ky kurs beson. Ose i habit kur ka besu. Ti habitesh, nuk e din. Prandaj kemi përmend të ndërvëzër se udhëzimi Allahu xhallahu ala nga çështjet më të çuditshme, më të komplikuara është udhëzimi Allahu xhallahu ala. Nuk e din pse ka udhëzuar çito. Ti nuk e din pse çka udhëzohet. Madje nuk e din pse çka nuk udhëzohet. Për shembull, me logjikën tonë, a kishte me qenë Ebu Lehebi më afër udhëzimit, a Bilali? Ebu Lehebi, se njëri elitar, njëri po i ngritun, intelektual, ka pa dunjan, i afër pejgamberit sa e din se kush nipi i tij, për shembull, që kush beson? Bilali i Etiopis, Habeshi atje, rab ka shërby, ai beson? Këto janë çuditë Allahut azza xal. Mrekullia Allahut është udhëzimi. Prandaj Allahu xhallahu këtë e ka ruajtur veç për veti. Edhe pejgamberi ka thonë inneke la tahdi man ahbab. Ti sunozon këndon ti, ja, ti udhëzon njerëz me mësim. Po, ti i udhëzon njerëz duke i mësuar. Ti i udhëzon njerëzit me shembull. Mirë po,
depërtimi i këtij udhëzimi në zemër që e ndryshon jetën e njerit edhe bën të nështruar, kjo është për Allahun xhallahu ala. Këto kur kush ndorë se ka. Wallahi kur ndorë se ka. As se ka ndonjë njeri me parët e vet, as me pushtet, as me kurgjë. Udhëzim duhur, formal dikush ta bë çefin, si ka, po aty Kurani thotë munafika. Aty në Kurani thotë dyftyrsha. Ata që për interes saktum, ama ata të sinqert që besimi ka zënë rënë në zemrat e tyre, nuk ka mundësi pos me caktimin e Allahu xhallahu ala. Mandaj Allahu xhallahu ala thotë për besimtarët, ketebe. Apo Allah ka rënjos ku në zemrat e tyre imanin apo. Ai e ka bëu Allahu xhallahu ala. Ai apo. Prandaj është dorë të Allahut te bartalla. Edhe kjo dëshmi se Allahu zon këdan dhe Allahu xhallahu ala lënë devim këdan me ursin ditën e tij dhe asnjëherë askujt padesi nuk i bën. Pastaj Allahu thot ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kjo ma këtu që ka ardhur i ka dy kuptime. Një kuptim e ka, domethënë pyetse, e një kuptim e ka, domethënë mohuese. Kjo pjesa ma vjen me dy kuptime gjendrore. Nëse është pyetse, cili është kuptimi? Nga se pyetja nganjëherë bëhet për ta, domethënë, kuptuar në çështje, e nganjëherë bëhet e din çështjen, po pyet për çudi. Çysh morë ti? Apo ma agna anhu malu ma kasab. Në Allahu xhallahu thot ma agna anhu. Agna është për fjalës gani. Kur të kryen punë diçka. Kur diçka të bën, domethënë të pavarën për dikush, kjo gani. Gina, apo. Je ka kryer punë. Të ka kryer punë. S'ki nevojë me të ndihmu dikush, s'ki nevojë me të kryer punë dikush, nga se ka kryer punë. Allahu thot ma agna anhu. Ati si ka kryer punë. Çudi. Nga se këtu sene që jo në dunja i konsiderojnë se kryen punë, që njerit si ka kryer punë. Njerëz mendojnë se njerëzve u kryen punë pasunia. A ki para, krejt i ki jepëtën. E Allah po të së që është apëtën. Që kjo ka pasë që ka kryen punë, apëtën. A ki autoritet, a ki pushtet, krejt i ki. E po që njerit si ka kryen punë. Ma agna anhu, që di që këti si ka kryen punë. Jo thëni si i kryen punë, që na themi që këti si kryen punë. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Si ka kryen punë Allah, ma agna anhu. Ati si ka kryen asni fije, kush? Maluhu, pasuria ti, wa ma kasab. E kasab është fitimi, e pasuria është fitim. Pse e ka do Allah pasurin nga fitimi? Për shkak se pasuria përmendëm këtu është vetëm pasuria, do monetare, pare, ari që ka pas. Kjo, kasab është më e gjon. Kasab janë fëmijët. Kasab që ka fituar në dunja, nuk ka fituar në forma caktuar, Allah e ka dhënë. Fëmijët, autoriteti, nami që ka pas ndikimi, krejt të bashkë me i bo, magna anhu, si ka kry punë. Ku si ka kry punë? Dikush thot, ndonjë e ka kry punë, për hetë në azdim. Jo, asë ndonjë si ka kry punë. Asë ndonjë si ka kry punë. Pse si ka kry punë ndonjë? Për shkak se të ndërrullon lëzër, për asë më shku në ahiret, ai ndonjë ka dash krejt këtë pasu, këtë që ka pas, e ka përdur për me ullë pejgamberin sasa, për me ndalë mision e ti. Apo, a ka vdek Ebu Lehebi, do më thonë, me zemër qetë, a i kam shelë syt e ta shtot edhe me dek, se kom gale, apo dek ati ka ardhë me poshnim, në nëqmim, dhe ka ardhë si pasoj e plasje së zemërës ti nga suksesi pejgamberin sasa. Cëla ka ndodhë, Ebu Lehebi kur ka vdek? Kur është shkatërrua, se është deka, është gazep, ka vdek pas betejës së Bedrit. Ka qenë i smut, edhe Allah e ka spru me smut tronë, dhe me onë që nuk ka mujtë me shku në Bedr. Ka pagu njerëz me shku në Bedr për ta. Ka onë që ju 5 vetë, unë pjo pagu i shkoni për mu luftoni. Që ka që kohën, parmene qëfar rebeli, qëfar kundërshtari. Edhe kur ka lëmi nga Bedri, a i mëse ka qenë i smut nga rkum, ka lëmi nga Bedri, që ka ndodhja? E kapët e? Jo, më qëfar kapëni? Një që se ka në kapë, po në Bedr ka vdek kjo. Ketë elitartë e Mekës, shokët e ti kryesor, ka vdek Bedr. Otbeja ka vdek Bedr, Ebu Gjeli ka vdek Bedr, ketë ata që me ta bëjke lafin e planit ka ndek. Atë ka kry punë të ashtë autoriteti e pasonie. Magna anhu maluhu ma kasab. S'ka kry punë, për misionin të që ti këtë ashtë. Për që ta, prandaj edhe ju ka shtu 5.000 dhe ma tepër, edhe nga onë e të të thujnë njësot transmitime, se dhe më honë në fund ditë të mëramta
ka pas edhe, domethënë dhimbje të mëdha, britm ka pas edhe ka pas erë të keqe, saqë s'kan mujt as fëmijët e tij më afro me ndihmu derisa ka shkatruar Allahu në fund. Ma agna anhu maluhu ma kasab. Ku e ki pasunin që me të qyrë dikush, s'ka kry punë, ku është autoriteti, ku ka shku këtë ka shku ndërshtim, ka shku. Ndaj Allah dhe, ma agna anhu maluhu ma kasab. Të dhe vëzër, sa njëri ka shpenzu, edhe vazhdoj me shpenzu, për shambull, forma ndryshme, autoritet, ndikim, para, qka do qoftë, për me shty agendat e caktume për para që janë në kundërshtim me besimin, në kundërshtim me natyrë njerëzore, me familjen. Në raport me investimet, sa ka fitim, shumë pak vallaj, shumë pak. Për shembull, në rozë, sa investohet sot për më mush xhamijat? Shumë pak, vallaj shumë pak. Në krahasim me sa investohet për më mush xhamijat. Çdo aktivitet që është në shërbim të shturjes, që është në shërbim të pasimit të epshit, në favor të agendave djallëzore, mëkatare, ndaj Allahut te barekutaala, çdo aktivitet i tillë është kundërshtim me ardhen xhami. E sa ka të tilla, të llojshme, më pa i përmend. Nëse e shikon bilancin përfundimtar janë miliarda. Për një vend vogël, mos flas për vend të mëdha. Dhe në fund çka ndodh apo? Fëmijët e Abu Lehebit, shumica të janë musliman. Ja ka plasur Allahu shpirtin e përzgjallë ata. Qikat i kanë bëu besimtare. Djemt i kanë bëu në fund po janë besu. Madje kur kanë ardhur në çlirimin e Mekës tek pejgamberi sa dy djemt e tij, është gëzuar shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sa është rikthy prap lidhja që ka pasur pejgamberi sa me rivardhu me familjen dhe me fisën e tij apo. Andaj ku i ki djemt, ku janë këto apo? Keni pasur djerë, për shembull, flasin shumë për kundër shamise, kjo është, donë Allah xhallahu në mes e ati, qika ati mbulot. Ku e din ti këtë punë, Allah? Andaj, që kjo është, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Si ka kry punë ati. Si ka kry punë, jo për me hongër me pi. Se si ka përdojë për këtë punë. Ti kish përdojë për shembull pasurin, me thonë qëre, mu së më të rëzën puna Muhamedit, qakar. Unë e kam vlla agjendën tem, turizm, dhe me shku, unë në përdeti, kam punë të mija, me konë që është për shambull, i ka kry punë, së të rifi ka shetit. Pa e se ka pas për këtë punë. A e keqe ka pas ka qenë, me luftu pejgamberin, pa Allah konë, së të ka kry punë, pra. A të kryti punë, kanë mujtë e me e këthy. Ke pagu njerëz, për me shajt pejgamberin kanë dështu. Ke pagu njerëz me luftu pejgamberin kanë dështu, apo. Ke inicu fushata dëshme, për edhe prap, ty njerëz kanë nënçmu, Ka ecë pejgamberi sa rrugët Mekës, nuk i thirr njerëz fen Allah te barekutaala, e Abu Lehebi mas ti duke gjyt me gur. Pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe do njerëz që kanë qit Mekë thonë, që to pedim çka është për pejgamberin, se kanë thënë, ama çka për mas çka ka bën? Kan agje i tij pse më kanë. Çfarë agje kë? Edhe njerëz kanë u kuptuar çush agje nipën vetë publikisht çështë e bën. Se kuptoj njerëz Allah. Që të ndërvozë njerëz mund familje me pas mos pajtime, me pas të lashe. Po aftësia edhe mjeshtria e lipçe me i majtë mrena mure vapta. Apo është e turpshme për shembull me dal baba në fol keq për djalin vet. Është turpshme kjo punë, çish po burr? Ose djali për babën vet, është turpshme. Kur vjen në këtë situatë, bjen që don gjitha rrugët e mirëkuptimit janë shtera ata. E në veçanti kur bie, domthon në këtë situatë kush i vjetin ndaj triut. Për shembull, cila është më e dhimbshme? Cila është më e dhimbshme ose më pa kuptim tek njerëzit apo? Një i ri me fol keq për një vjetër apo e kundërta? Ky i ri thonë apo ky tek e fundit apo? Ma ti hajt ky djalë, ma ti baba ka dashni ekstra për fëmijën. Nuk mund me kuptu dashnin e prindit fëmijën derisa ai e provon vetë apo. Është ndjenjë e posaçme, është niveli i avancuar i dashnisë. S'mundesh më pas. Nuk mundesh. Për shta të mund, edhe fetarisht, dhe më thonë, e pa, ajo ndodhë, Allah në rrujtë, ajo ndodhë, mirë, por gati se trajtim shumë specifik i veçantë, nëse ndodhë baba me radiallë, të s'paramenohet, apë. E përsa është situatë shumë ekstreme, në diqka shumë e keqe pas ka ndodhë, apë. Nërse kundër të ndodhë, apë. Ndajte, ndërru vëzër, për ta edhe një nga veprat e shëmtuara
që shariati I ka dënu, rrepsisht, është edhe aborti. Ka se është e papranueshme, e pa logjikshme, që fëmiu që është duke u kriju një gëzim I arshëm, më mbyt nga durët e prindit për shka? Pse I pengon jetë. Që është do fëmijët pengon jetë, a është e mundshme. A I njeri ti. Ndaj, Islami të rëthën gjërën nga aspekti I natyrshmërisë. Ku një zhvesh nga natyrshmëria komplet, atëherë nuk të jetot asë njeri. Dhe ky ka hupen nga kjo aspekt I autoritetit. Që për të idealin tënë, ky babë s'ka, ju familjet është me e rritë, kush e mbron këtë jetim? A I pejgamberi s'ka qenë jetim qatë mosh, po me gjithat, s'ka pas babë. Kujtisari kryesore, Abu Talibi ka vdek. Ti dush me konë agja I radhë shjerun. Ku jeti me këtë punë? Po, edhe në këtë kuptim, është në poshtë Ebu Lehebi. Andaj, ma agnanu mali huma, keseb. Kej që ka fitu, kej që ka bu, ka shku hoqë. Edhe autoritet në dunja, edhe pasurit gjitha. Dhe të ndërgozër, që kjo është humbje madhe. Allah paradajmëran dhe të regon njerëzit se në qëfar drejtimi duhet me shku aktiviteti juaj, në qëfar orientimi duhet të organizohet jeta juaj, pasuria juaj, ka pa të me shkuam të. Nga se me pasuri fitan edhe hum shumë. Me autoritet fitan edhe hum shumë. Me jetën tonë përresisht fitan edhe hum shumë. Cili kime konë? A kemi fitua, kime hum? E pa të fitore që shbohet. Surja Nasr, idha e gja e Nasr, që kjo fitore? Edhe kjo humbja. I ki dy modelet, zgjede. Cili model dhe me konë tjeve? Cili është shembullit? Surja Nasr apo surja El Mesed? Para kësa e patëm, gjithashtut. Surën e El Kauthar. Inna shaniyaka huwa al-abtar. Të kanë shajt, kanë ofendu, të kanë thonë që ti s'ki me pas të ardhme, se s'ki fëmi. Kush ka fëmi ma shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kush ka? Apo, kush ka ma shumë fëmi se? Jo fëmi biologjik. Po fëmi që ndjekin u dhe ti e kanë si bab shpirtnor që I mësën, bab tjetës e kanë. Ndaj, gratë e pejgamberin qka? Jenë nënët e besimtarve. E me që ato nënët e qka është baba I besimtarëve dhe besimtarëve, në kuptim të besimit. Se baba nuk ka që biologjik kush është të, po. Ke pa dhe dikush kër një punë e për miqka dhe, është baba I kësaj puna. Në të kuptim, s'kami ta, që s'kami babën. Apo s'kami këta, apëta. S'kami fjallë babës, edhe kjo është ekspert, mi fjallë ti s'kamo, apëta. Edhe nga kjo kuptim, mi fjallë pejgamberit, s'ka kur gjë, do në si baba. A I mledh mi të vetë, jo një, a I është baba, apëta. E ku shumë metë, pra, cili baba metë? Ku I kini fëmijët ju? E Bulebi, ku I ka fëmijët, apë? Ti ku I ki, apë? Fëmija, përmenem në babës, e lavdron. Kush e lavdron ma shumë babën se musliman pejgamberin sallallahu. Salavat që në stop, ditë gjumaj në stop, apë. Emri ma I përhapën dunjartë, emri Muhammed. E mirë, kush ka fitu, pra? Inna shaniyaka huwa al-abtar. Allahu ka gjiku. Ata që ty të nënçmojnë që ata kanë me hupë. A I ka gjiku. Ja që ashtu ka ndodhë. A I ka gjiku se ti ke fitu dhe a I ka fitu. A I ka gjiku se I humbur, I dështuar së Bulebi dhe a I ka hupë. Nga se të në rëvëzër nuk ndodhë asë gjë palene Allah Gjellewala. Ka do të me konë pjesë përbërse e jo që besimit, po e mendimit, e planifikimit, e silës, e reagimit tonë në vazhdimësia. Nuk ndodhë, wallahi, pa lijet të Allah Gjellewala nuk ndodhë. Qka dënë Allahu ndodhë, qka nuk dënë Allahu, wallahi, billahi së ndodhë. Së ndodhë. Nuk ka mundësi me ndodhë i qka palirë në kryusit. Që shka mundësi? Aja është zote, aja vendosë. Andaj, na musliman mirë me sebepe, pëse mi njerë duhet. Për këta syje, nga definimet më të shkurta, më kuptim plotet të të vëkullit, më mbështet në Allah në Gjellewala, qka është, ka thonë djetarë, cilë është apë? Kanë thonë, gjymtyrt mirët me sebepe e zemra me Allahun. Gjymtyrt dora, kap, merë, koma, ecë, gjymtyrt, zemra ku është? Me Allahun të Gjellewala. Aja me Allahun ka punë, apëtën. E se që është e si të që është e baza, apëtën. Andaj kësë ka dash është, apëtën. Andaj ma agëna, s'kryim punë. S'kryim punë, pas qysh ka thonë Zotë i kryim punë. Qysh s'ka thonë Allahu, s'kryim punë, apëtën. Të kryim punë përkosisht, s'provë, momentalisht. Po në epilogën përfundimtar, kur bët është bilansi I fitimit dhe humbjes, e shë se kush ka humbë, kush ka fitua. E shë, apo. Ma glanu malu ma kësëp, se jasla naran dhate leheb. Se jasla
Jasla të ndërrullë vëzër është shprehje që të regon djegjen. Allah Gjellewala nuk thot ka me hyjnë gjëhenem, po ka mu djeg. E kur hen digjet, apo? Po kur Allah thot digjet, është kuptim i shtuar i dënimit. Se fjala jasla është djegje, që thoi me djeg për zgjalli. Në nënçmimi më i madh që i bëhet njerëz me djeg për zgjalli. Dhimbja më e madhe që kjaptë. Jasla, narën dhat al-lahab. Edhe Allah ka thonë se jasla. Fjala se nuk kupton kohën e ardhshme, dota. Në gjuhën arabe janë dy shprehje për kohën e ardhshme, se edhe saufa. Këtu ka se, s'ka saufa jasla. Nëse saufa jasla e ka dhe një wav edhe një fa më shumë, saufa, apo gatosht, se jasla, shpejt. Shumë shpejt jeta ti kom përfundu. Sodo që ti jeton, sodo që ti gatë kime najt, shkurt është në raport me ato që të pret tek Allahu te barekutaala. Shikoj në shprehje, në formulim, ku Allah ka kërsuar ka thonë se shpejt i kime pa. Ato që i ke dash me bon dunja, ka me djegë Allah me të në ahiret, Allah në rrët. Shikoj edhe në formulim e ka kërsuar. Se jasla. Andaj, sodo që me tu njëri, të në vëzër. Që që ka përmend pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi një hyrje e shkurt në xhehenem ja harron krejt dunjon që ka pas, krejt apo. Krejt knacit, nëse u knaq, e krejt ato që ka bo, në shpërputhje me udhëzime Allah xhallahu ala, një hudhje në xhehenem, veç dhe dalje me njershme, çka nuk kupton. I thot Allah xhallahu ala, ja abdi hal ra'ayta na'iman qat rabbiyam, ai knaq në atë kur ja, kur knaqem, çfarë knaqemi? Normal apo? Normal apo? Edhe ai që ka pas të lashë, ka pas probleme, ka pas prova, po besimtar, ka qenë i përkushtuar, ka nejë që duhet. Një hyrje në xhenet i harron këtë galet apo. A ke hek në rrugë jam jo kurs kumë, çfarë hekmi veç më knoq. Çka është xheneta e xhenemit në rrugë? Se jasla, ai komë i apo. Komë diek. Ka narën zjarr, po ka e pashuar. Nuk dihet çfarë zjarr me Allah për të ka përgatitur. Se e shquar, e dishme, e pashuar, nuk dim naft. Apo nuk dim. Mandaj, kur thush, për ka arë një njeri, do në kuptim e shquan, me formë e caktuar gjuhë shqipe, e din që dikurt me amën, po kur të bënd pashuar, nuk din kush ardhë. Nuk din kush ka ardhë. Edhe këtu Allah thot nërën, pashuar, a i ka mu djek fart në një zjarë që zdin jo qëfar është taj, asaj vetë nuk e din qëka është taj. Nërën, dhat al-lahab. Dhat al-lahab, të ndërru vëzër, lahab është thash ma herët, një zjarë i ndezën fort. A keni po kur zjarë shumë ndezët, apo? E pjesa e sipërme, si piramidali që bëhet, apo? E pjesa e sipërme ke po shkëlqen, nuk është sikur se pjesa e poshtme. Që atër të gonë që fort u dhezë hesapi, apëton. Që zjarë u dhezë shumë, apëton. E Allah u përshuan, dhe me thonë, një zjarë që i ndezër fort, që aty a i komu djegë, për gjithmonë, pa dalë asë njerë për kësaj. Ku shkoj bukuria? A i ka qenë lebë, ka shkëlqy nga bukuria. Ku shkoj bukuria? Përdaj të ndërëvëzër, bukuria, autoriteti, pasuria, që me te ndjek rrugën e shejtanit, e nuk e falëndorin Allahun te barekutaala, realisht shpejt kalon dhe shëmtohet. Shpejt. Andaj me pas kujdes, mos me keq përdor bukurinë në rrugë jashtë rrugës Allahut te barekutaala. Mund të jetë një burr i bukur, mund të jetë një grua shumë e bukur. Mirë, po nëse nuk e ka këtë bukuri në shërbim të adhurimit, së shpejti valla pëtën 2 ditë, masi që të varosët që lavorën, e shë që lidhje ma të bukuri s'ka pas më pëtën. Beq në të varë, përna ditë në gjykimit tëtë, përna dënimin e pëtën. Ku shko bukuria? Përna bukuria reale është bukuria e shpirtit. Vallaj bukuria reale është bukuria e moralit, e zemrës, e vlerave, e besimit. Qëto bukuria pëtën? Qëto bukuria? Pasuria reale është pasuria e zemrës. I pasur është ai që ka vlera, ka moral, ka nder. Çfarë është i pasur? Nërsa ai që ka vetë shifra numerike, po s'ka nder, s'ka fytyrë, s'ka karakter, çka i duhet ai numër? Po në botën e materializmit sa që njerëz më në shkurt, ai merren si me pas, ani. Ti më na çështo apo?
E po na shikojmë për te kësaj, na shikojmë për te bukurisë formale, ne shikojmë për te joshës formale, për te kësaj na shikojmë. Që kjo është largpamësia e besimtarit. Largpamësia e besimtarit është me shiku për te, çka për te kësaj? Çka ka? Ani çka bukuri, po për te kësaj çka ka? Valla dënim, atëherë s'është e bukur. Andaj edhe çfarë do pamje e bukur që mund ta rrëmben synin, mund ta rrëmben vëmendjen. Ki kujdes, është formale, është sipërfaqësore. Çka pasoj, çka? Dënimi i Allahut, hidrimi i Allahut xhallahu. Atëherë shikimin. Largohu, s'ja vlen. Andaj feja në mësë me shiku për tej formalitetit, për tej të pamjes parë, qka për te kësaj, që kja është, ja vlen, qka për te kësaj, si ja vlen, largohu ato. Shiko kë, ka pas bukuri, parënë me janë gjitë emnin, dhe më thonë, që me thonë, shkëlqen nga bukuria, meke. Nuk është punë e vogël, pasuri sa të dush, bukuri sa të dush, autoritet sa të dush. Mirë, po se jasë lanarën dhe të lhebë. Kur të futët në xhenem, çka bën kjo? Sa më kur i bukur në xhenem, Allahu na rujt. Shëmtohet tmerrsisht, shëmtohet keq. Andaj bukuria është në kënaqësitë të Allahut xhallahu ala. Kësur na mëson të ndërvozë çysh mi pa senet. Është më rëndësish shumë vallahi çysh i shojmë senet na. Çysh i vlerësojmë senet, çka më rëndësi? Çysh i kuptojmë na gjërat? Jo në kuptim formal, jo në shkëlqimin e parë, jo në dukjet parë. Qka për të kësaj? Qa ka për të kësaj? Dënim, mallkim, s'm duhet, nuk më duhet. Allahu xhallahu ala ka dërguar melekun e vdekjes Musait alayhis salam. Edhe Musa alayhis salam, edhe ka qenë kogja, kuptim azgan, ka qenë trim, apo. Edhe ka qenë pejgamberi Allah të zgjallë, ka pas komunikim më të veçantë me lajket, jo si njerëz random, normal apo. Ka pas komunikim më të veçantë me lajket. E ka bën një reagim që para të reagimit është anku meleku i vdekjes te Allahu xhallahu ala. Më ka thënë tani njerëz që zon me dek. Ai se ka vetë meleku i Musa sa. Por Musa ka pas pozit tek Allahu xhallahu ala. Për çfarë? Allah i ka Musa sa, ja Musa, meq po do me vazhdu me rnu. Vendose dorën tënde mbi shpinën e një kau. Musa ka pas dorën e madhe. Kur ka rrokat njërin, dini çka ka bëu. Se ka pas dorën e madhe. E ka vendose dorën mbi shpinën e një kau. Sa qime përfshin dora jote nga shpina e kaut, çaq jetë ki aty. Allah jem 300 vjeta, 500 vjeta. Sa tu janë timta, janë të vogla apo. Musa më ka thonë, o Zoti i madh, e çka mësoj kon kimë dek. Kon tash prapë kryop. Masoj apet, për në 200 vetë, e qka masoj? Kime dik? Tëre. Për ata nga bukurit e gjenit është, sa është i përjetëshëm. Që e të knaqë. Krejt i ledzën, knaqësit e sa mirën aton, i thushe, sa këna mu knaqë, që të knaqësit e kia dhe veç një avdhet. Ai dëshprimi që përfundan nuk lanas më gëzu. Ama kur lexon për bukuritë e xhenetit dhe në përfundim të çdo bukurie, Khalidin e fia, përjetësisht kur s'ki më dal, ta shton kënaqësinë edhe shumë më tepër dhe jap kuptim për jetimin e kënaqësive. Sa është për gjithmonë ato. Prandaj edhe ky narën dha telab. Gjithashtu bashkë me të wa mra'atuhu. Edhe gruaja e tij. Kjo është ai bashkëpunimi i dështuar mes burrit edhe gruas. Të ndrydhë vëzër, në esencë, burri dhe gruaja që përbën një familje, në esencë, ata duhet t'jenë bashkëpunëtor që plëtsoj njëri tjetërin për me realizu qëllimin e krijimit, për me e kënaqë Allahun te bartëra, për me eduku gjeneratat, që kjo bashkëpunimi duhet i suksesshëm. Nuk i lihet edukimi veç babës, e nuk i lihet edukimi veç nonës. Secili ka ato anë të edukimit, por duhet bashkëpunuar. Dhe që kjo është bashkëpunimi i suksesshëm që prodhon individ të dobishëm, produktiv, besimtar në jetën e kësaj bote. Nëse bashkëpunimi i dështuar është, këta duhet kanë bashkëpunu. Gruaja me një anë, burri me një anë. Me luftu kanë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Wa imra'atuhu. Çka ka qenë gruaja e tij? Hammalat al-hatab. Hammalet al-hatab, don hammale, hamal, kabajt, hatab, që kanë dru. E që nuk kupton kabajt dru? Dhe disa kuptime është
se kur ka shku me marrë dru për me dhezë në shpit vetë, me më përgati drekën, me dhezë, zjenë që kam përdor, apo edhe ka këput nga drunjët pjesët e gjembave, therrave. Ka marrë dru për veti dhe gjithashtu gjembat. E gjembat që ka me ato therra? Rrugën që e ka ditë ka i bjenë pejgamberi sëmë për shpiz vetë, ditë e qabja, për qabës dhe i këtu, e ka shtru. Që duke kalu pejgamberi sëmë, me u therë në ato gjemba, me u lëndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shiko që fa mrapshtije, që kanë menja, Allah. Mirë, nëse therët pejgamberi sëmë, që ka bëne të një merë, 2 javë pushim, e rënë shpit vetë, në zdelë se jem thera? Jo, Allah, të sënë e nalë kështu. Ama urejtja ja ka vërbu sytë. Së më rëndësi e nële, veç le t'i dhamë dikun. Veç le shtjecot e dikun. Që ka që? Së më rëndësi që ka ndodhë. Më rëndësi është veç ajë mos tjetë rahat. Qëfar urejtja? Hammalet el-Hatab. Hammalet el-Hatab e kam përën djetarët edhe, një për kuptimi është se Hatab është të ndërru dhe vëzër dru. Apo Hatab. E dru një qka edhe në kuptan? Ndezë në zjarit apo. E kjo, me veprimet e saj, me intrigas të saj, me shpivet e saj, ka darë që me ndezë zjarin e urejtjes të Kurejshëve kundër pejgamberit alayhi salatu wasallam. Që të Hammal dhe Hatab, ka bajt me veti urejtje, sinonim, i dondruni që asocian në shpifje, në përgojim, në bartje fjallë, në akuza, që ndezin urrejtjen, ndezin luftën, ndezin konfliktin, përplasjen në shoqëri. Andaj këto të ndërvëzër, shikoni, Allahu xhallahu ala e përmend gruan. Po, edhe pse këtu në kontekst negativ, që ka bu veprat të dëshme, nën kuptohet se gruaja ka ndikim në shoqëri. Sikur të kishte me qenë veprimtaria e gruas së Ebu Lehebit, komplet pa ndikim, s'kishte mu përmend. Se ka pas të e gra tjera në Mekë që në formë caktuar, për beke caktuar, ka ndash me pengu, po jo dhe nivelin e sajtën, jo dhe nivelin e saj. Nivelin e saj ka qenë me nivel ndikimit edhe shoqëror, edhe individual në pejgamberit alayhi salatu wasallam. Andaj gruaja ka potencial, ka kapacitet që me të vërtet të bën lëvizje të mëdha në shoqëri. E këtu Allahu xhallahu ala tregon për rolin e gruas, që çdo grua, çdo motër muslimane, çdo bie jona duhet me kuptuar se ajo ka rol të madh. Nuk bën me qenë indiferent, nuk bën me qenë e jezuar, nuk bën me qenë, domethënë, jo aktive. Po mbrana rregullave, kornizave, mësimeve që ja ka dhënë Allahu xhallahu dhe pejgamberi të aktivizohet për ndryshimin e shoqërisë në bashkëpunim me burrin, në bashkëpunim me vllahun, me babën, me mashkullin. E bashkë po. Nga se nuk ka mundësi të ndërvëzër, shoqëri me ndru veç një burë, as një grua, bashkë ndrojnë. Madje ka aspekte të shoqërisë që s'ka mundësi me ndru pos gruaja. Qysh ka aspekte të shoqërisë që s'ka mundësi me i prish pos gruaja. Përsa Allah xhallahu në shumë vende kur përmend gruan, në shumë vende në Kur'an kur përmend gruaja, në kuptimin e keqpërdorimit të saj në prishje të shoqërisë që Allah na bën të vëmendshëm, a dini për konflikt kur çka tem qelet për munafikat. Pse? Për shkak se armiqtë e hapur, apo nuk i mshefin agjendat. Nuk përdorin fjalë, për shembull, mashtruese. Jo, ai direkt. Ndërsa hipokritët, që ata mund të jenë mosbesimtar, po e përdorin hipokrizin, çka bojnë? Përdorin shprehje të mëdha, premtuese, joshëse, zbukuruese, që pas së tyre ka agjenda shkatruese. Prandaj një nga mjetet fatkeqësisht që kjo kategori i përdor me këtë lloj mashtrimi për shkatrimin e shoqërive dhe familjes është një nga mjetet fatkeqësisht është gruaja. Prandaj Islami na mëson që gruaja të jetë e vëmendshme, të jetë syqel, mos të bëhet pjesë e agjendave që shkatrojnë familjen, shoqërinë, po prezenca e saj në shoqëri të jetë prezencë e stabilitetit, sigurisë, jo pasigurisë. Nga se qysh ka mundësi burri apo të krijon pasuri për gruan në kuptimin e jetës saj, shëndetit saj, aspektit fizik të saj, ekonomik të saj,
ka mundësi gruaja me kriju pasuri për burrin në kuptimin e edukimit, moralit e punëve tjera që veç gruaja mundet me ndiku tek burri apo. Andaj ka ndikim. Gruaja nuk është e hijezuar. Gruaja ka rol konstruktiv, ka rol vendimtar në ndërtimin e shoqërisë, por fatkeqësisht edhe në rrimin e shoqërisë. Pra me pas kujdes, kujt për ja bën argatin, çdo gru do të me vetë, une kuna i shërbej, me këtë dukjen time, me këtë sjelljen time, me këtë veprimin tim, me angazhimin tim, me këto mendimet e mia, me këto idetë e mia, kuna i shërbej une, cilëve agenda i shërbej, a është kjo agenda islamit, a është kjo kibla jam që e përmenet të sura Nasr, a jeshëm të kiblës tona, apo nuk jeshëm të kiblës tona? Nësë nga njerë mund të menu që jeshëm, po nuk je në esencë. A i shika, mund me të mashtru. Me të mashtru me shpreja madhore, tonë që janë si e bulebi, do këtë i bukur ama, realisht fort i shëmtum është. Edhe kjo i bukur u konë, kër e ke pa. Ama u konë i keq, e ka i shëmtum fjalët e ti, në sjelljet e ti, në mendimet e ti, në veprimet e ti, që kjo është esenca. Andaj duhet çdo motër me konë e vëmendshme, e kujdesshme, ku përreshtohet, ku t'ja bën argatin ti. Kush është shembull dhe modeli yt? Edhe burri me konë i kujdesshëm, edhe gruaja me konë të kujdesshëm. Që bashkëpunimi mes tyre të jetë një bashkëpunim i ndërtimit të familjes, në favor të edukimit të gjeneratave, ndërtimit të besimit, produktivitetit, mësimit, angazhimit, shërbimit të vendit e kështu me radhë. Që kjo është bashkëpunimi i duhur. Nëse bashkëpunimi jo i duhur dhe i dështuar mes prindve, prodhon çka? Rrugaq, kriminal, problematik në rrugë. Nëse s'ka pas bashkëpunim që realisht këtë fëmijë prodhon si individ produktiv në shoqëri apo. Është më rëndësi me bashkëpunu, duhet me bashkëpunu, patjetër me bashkëpunu. E bashkëpunimi mes bashkëshortëve nuk mund të bëhet nëse ata kanë komunikim zyrtar mes vete. Çish komunikim zyrtar? A duhet diçka, a ki nevojë? Që kaq. Edhe ai kallzon çka ka nevojë, që ti përfundon. Jo, nuk bën kështu. Bashkëpunimi çka nuk kupton? Planifikim të përbashkët, diskutim të përbashkët, marrje të mendimit të përbashkët. Apo, ç'kjo është apo? Ç'ish më apo, çka më bëj, ç'a po thotë, ç'po thotë? Ç'kjo është bashkëpunim? Ç'është bashkëpunim? Mirë po, nëse ka qasje arbitrare që shtomone, edhe ti s'ki që ka me folë këtu, atëherë tu s'ka bashkëpunim. Edhe pse normal, edhe në bashkëpunim duhet respektuar autoritetet dhe kompetencët e përgjithësit, patjetër. Mirë po megjithatë, duhet me dominu fryma e bashkëpunimit, fryma e bashkëpunimit. E ha këtu ka bashkëpunim, po fatkeqësisht gjallëzor, të keq. Dhe Allahu tha, fi gjidiha hablun min mesed. Gjid, që Allah ka përmen, është gjokë si gruas, qafa e saj, që është cënimi i zbukurisë, apo, gruja kur stoliset, që në qafën e saj, bëllizik, që në qafën e saj qafore, apo që me te zbukurot, zbukurimin, fi gjidiha. E kjo, në vendin ku gruja zbukurot, në vendin ku gruja realisht, të regon pamin e saj, të regon kujdes në saj, aje do të ketë hablun min mesed. Do të ketë, domthon, litar nga zjarri. Allahu na mëfal në çfarë është partimi, lidhje. Edhe kjo një sikurse burri i saj atë. Burri i saj, bukuria e tij është shndruar në burim të dënimit të tij. Edhe këtu te kjo gruaja apo se në gjuhën arabe gjid është përmend zakonisht në poezi të arabëve kanë përmend domthon si tregues i bukurisë së gruas, pamjes së saj, po edhe seriozitetit të saj dhe punës së saj. E që ato shaja identifikuse për një gru të formuar, për një gru që ka pamje të bukur, që ato shaja identifikuse realisht, te kjo gru do të shpërfaqen për mes litarit të zjarë të lidur ka qafa e saj, Allah në rutëm. Që kjo është hablun min mesed. Që kjo është përfundimi dhimshëm të nërvëzën, i këti bashkëpunimi. Andaj, për fund, po i them një 2-3 fjallë për mbyllëse. E fillova dhe me te du me përfundu. Ebu Lehebi në këtë sure nuk është një njeri. Po, është përshim një njeri, mos ke quptomi, po nuk është i kufizar një njeri, është mendësi, është mënyrë e tjetuarit, është organizim jetësor. Ja, nëse qështu organizim tjeta, ja ko përfundimi. Nëse qështu të bashkëpunimi, ja ko përfundimi. Prandaj, mendësia më rëndësi, qëfar mendësi e kiti? Me ndihmu apo me pengu? Me qenë rrugë apo me mbyll rrugë? Roli ytë në raport me
udhëzimin që e ka sjellë Allahu xhallahu ala. Ku është? Familja jote sa kontribon? Sa ti ndihmon në hapjet e rrugës, sa ti ndihmon në mbylljet e rrugës. Këta kanë qenë shembull i mbylljes së rrugës. A jetë shembull i hapjes së rrugës? Bashkëpunimi jon bashkëtorë, familja jon, qetësia familjare, a është shembull? Indikimet e udhëzimit të pejgamberit sa që hapin rrugë që njerëz me dasëm të pejgamberin, apo fatkeqësisht dhuna në familjet tona, sjellje arrogante në familjet tona, është shembull i keq që të tjerë nuk dojnë mënyrën që ne jetojmë me pas mënyrë të jetuarit ty natë. Një motër muslimane, a është shembull i një gruaje të mirë në familjen e saj, te familja e burrit atje. A është shembull i mirë i një gruaje të edukuar, të formuar, që ndihmon në lidhjet farfisnore, e jo që është sikurse një sapat që kput lidhjet farfisnore mes burrit edhe prindve të tij, afër me tij, kështu më radh. Cilla je? Prandaj është shumë e rëndësishme. Nëse këtu është tregon një shembull që është një grua ka kput lidhje farfisnore. Dhe gjithashtu ndërvazhdojmë të kuptojmë se këtu Allahu flet se krejt lidhje me rëndësi. Mirë po, dhe gjithçka në dunjë që njëri do marrit është më rëndësia atë. Mirë po, gjithçka merr kuptim pas besimit. Gjithçka. Çështja më madhore është besimi. Pra me çështja e familjes dhe bashkëpunimit, duhet që çështja primare bashkëtorët ta kenë, familjarët ta kenë besimin në Allahun xhallahu, imani. Tema më madhore në familje është imani, ushqimi i zemrës, pastaj ushqimi i trupit. Me vesh zemrën në petkun e devotshmërisë, pastaj trupin në petkun e teshave të jashtme që i kemi sot elhamdulillah. A është me prioritet besimi në familjet tona? A është dert breng e diskutimit të përbashkët? Pyetjet mëdha që duhet më bëjnë një tjetër vazhdimisht, burri me gruan. Interesojmë për shëndetin e fëmijëve tonë, mirë. A interesohesh për zemrën e tij? A ka hased, a ka urrëtie, a ka zili, a ka lakmi? Mja heka të më shëru. Ti vetë që shihem të. Me qenë me prioritet. Kjo është agenda e jetës e muslimanit. Organizimi i jetës mbi bazën e besimit në Allah xhallahu ala. Dhe angazhimi dhe përpjekja e krejt asaj që kemi në jetë të jetë në shërbim të hyrjes në xhenet dhe gradave në xhenet. Që kjo është fitoria të ndërvozë. Që kjo është fitoria apo? Që kjo është e duhura. Krejt çka ki duhesh me përfitu prej saj. Po përfitimi matet me çka? Me kënaqësitë të Allahut azza xal. Përfitimi matet me xhenetin. Tjerat janë dështim dhe humbje. Ja familja e dështuar, ja familja e humbur. Ku janë ata tash? Mallkohen natë ditë në gjuhën e fëmijëve tanë që mësojnë surën Mesed. Pisove të para, mallkohen në namazet tona kur e lejojmë këtë sure. E gjithkund, çka kanë fituar këta ata? E shumë familje tjera të diktatorëve, e të njerëzve të këqije, të kështu me radhë, që kanë tentuar që me ndal udhëzimin e Allahut dhe besimin në Allahun xhallahu ala, por kanë dështuar dhe kanë më dështuar për shkak se kjo është udhëzimi i Allahut, jo i njerëzit. Prandaj Allahu vendos për këtë, jo njerin tokë. Dhe për fund të ndërvozur sura Al-Masad është sura e cila tregon se vlerësimi i njerëzve bëhet me bazën e besimit, jo me bazën e afërsisë. E ka pas aq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka lidhje agja. Edhe Islami ka dëshmuar që nga ditë e para se ato që ka njerëzit tentojnë me luftu që sa kohë racizmi, nepotizmi, apo korrupsioni, Islami ka luftu praktikisht, direkt, ja, me shembull konkret. Si ka mbyllë syt karshi, mos besimit të agjës pejgamberit e islam. Ja, s'ban. Po, agja i pejgamberit, mos lëndohet pejgamberi, thoi njerëz agja, s'ka lidhje, s'po do me konë, mallkohet. Kush do koftaj? Kush do qoftaj? Lavdrohet Bilali, e qoftohet, e shëmtohet, e mallkohet e Bulebi. Ç'kjo është feja jonë? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më fisniku, më i ndershëm në mes juve është ai që është më i devotshëm, më i dobishëm për njerëzit. Çaj që bën hajër, çaj që bën dobi, në emrin të Allahut xhallahu ala, çaj është i mirë. Kush do koftaj? Tjerë, unë me kun hoxh, djali i hoxhës me zin haxhi, matët e gjykohet me çto udhëzim ato. Ama me nënçmu dikon me përbuz pse fol këtë gjuhë ka këtë ngjyrë, apo e ky tjetri është jami na mirë vesh. Këto e me udhëzimet e tokës, udhëzimi i qiellit e thot ndryshe ato. Udhëzimi i qiellit e thot edhe agja i pejgamberit mallkohet me citat kuranor që mbetet deri në gjykimin e Allahut na ruajt apo. Allahu na përdor për të mirë. Na mundsoj që të bashkëpunojmë familjarisht, po edhe si xhamat, si shoqëri,
për të mirën e asaj që ka ardhur udhëzimi i Allahut dhe është përpjek, është mundu për të në vazhdimsi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ruaj nga agjendat e dështuara, e të dyshuara, e të dëmshme për familjen e shoqërinë, e na mundsoj që të jemi pjesë e të rreshtuar ka udhëzimet, kauza që Allah është i kënaqur me to dhe janë në frymën e shpalljes dhe udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kaq për surën Al-Masad, e pastaj javë nashme është tjetër nivel, për shkak se janë sura tash padyshim veçanta, sura Ikhlas. Allahu xhallahu ala në dhar sukses, shëndet, e ritakuar inshallah në javën nashme. Zoti ju shpëlbeft. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima.